What the fuck? Haj njerëz. Ore mirë se erdhët patjetër, po kush ky moj? Kë ka marrë rrugët më duket. Ore kush Fatosi? Rrugët e Kurbetit. Ore na e sillni. Rrugët e Kurbetit. Fatos. Faqesi. Okej, Fatosi. Zeza në Nuk është kaq Fatos, ishte. thot. Qa ka bërë Vaki? Qa ka ndodh? Okej. Nuk flet, nuk Erdhi, përgjigjet. më duket erdhi dita të laj mëkatet. Të lutem do më prekësh dhe mua të më bekosh? Jo se është keq nëse të prekt. Mirë mbrëma të nderuar. Unë nuk jam Fatosi, unë jam Shën Fatosi. Aman o zë. Okej. Me çfarë rasti ke ardhur? Për një arsye thelbësore dhe shumë të rëndësishme. Hajer. Çdo prekje imja është një bekim për çdo njeri. Të lutem më prek. Jo. Çfarë Më arsye beko. ke? Një emër, një arsye. Të gjej dhe unë fatin e jetës. Gjej një Më fal, burr. do më prekësh i Përderisa çik mu. fati s'të ka prek deri tani, nuk ka prekje nga unë që të bëj derman me bija ime. Fatos po mu do më prekësh pak. Të preka në shpatull, aq është. Po ti. Duhet të bëni abonimin Po premium tjetër. për të kaluar në vende të tjera. Okej. Se unë kam sipërfaqe të madhe dhe thash. Po tjetër Por këtë misioni që prekur. unë kam ardhur sot këtu i ftuar në emisionin tuaj Po. është vetëm një. Okej. Dhe emri i tij është Kristi Lamaj. Nane zezër. Është Kristi Lamaj sepse fal meje, fal prekjes time artistike, ai u bë akoma dhe më i suksesshëm, akoma dhe më i famshëm, saqë ju hapën dyert, jo vetëm të jetës, por dhe të Big Brother VIP. Se qa bërë ti, do na e Më kujtosh fal, pak? ti ke bërë tekstin e Bajames? Jo, unë jam Bajamja. Ti e Bajamja e shenjtë. Unë jam Bajamja që përfitet kaq shumë në rrjet dhe unë jam ajo që nuk e kam tundur. Prandaj ai në këngë thot tunde moj Bajame, tunde. Okej, ti e ke dridhur. Absolutisht. Po si erdhe kështu më. Po tani e kam fjalën që unë e imitova dhe i dhash fam dhe ai përfundoi në Big Brother. Po, s'ka E keni fam. vënë re që ne sa herë që themi ndonjë gjë bëhet viral. Shiko Vet Fatos, virale. ti ke thënë fama do dham. Kristi vuri dhe dham, të mori dhe Bajamën edhe u fut në Edhe fund Big Brother, po mirë se Kristi Lamaj nuk ishte i vetmi, se ne... Që mori prekjen tonë. Bravo, se unë bëra dhe një parashikim në një event që ne ishim, intervistua Monika Kryemadhi. Që je nga Ishte, do me fieri. thënë, ti nuk ishte parashikim, se nga të erdhi ta pyesje pikërisht për atë Po se gjë. si banore tha jo, Jo. okej, atëre pyeta po si opinioniste, sepse ajo është e vërtet që ka opinione të forta dhe ndonjëherë të ashpra. Kështu që thash, okej, le ta pyesje. Pse po e vi si shkencë, valla, më erdhi si pyetje dhe e bona Allah. Dhe ti të erdhi në mendje të pyesje Monika Kryemadhin, a do ishte opinioniste në Dhe Big Brother? And guess what? Atë ditë aty kishte disa media dhe askush nuk e ka pyetur për këtë gjë. Dhe e pyesin ne, e kupton? Po në Big Brother Monika do të shohim. O jo, nuk e përballoj dot. Big Brother është për njerëz mendoj introvert që rin të mbyllur. Unë nuk ri dot mbyllur, e kam. Po ndoshta si opinioniste, se ti je shumë e fortë në opinionet e tua. Do ta shikoj ndonjëherë vetë. Opinioniste do ta bëja, mund të jem çikërash, mund të jemi çike e drejtë për drejtë, për shkak sepse ndoshta mendoj që ka ikur koha e të qenurit me lajle lule, sepse njerëzit nuk kanë kohë për të humbur. Kjo mendje e pjellore. Dhe më shumë në cilë Ledioni e ka parë. Është frymzuar, ka thënë. Jo, Se është nga këta, se Ledioni se thotë nuk ndjek, nuk shumë, po thellun e di që Ledioni na ndjek edhe. Unë nuk mendoj edhe i që frymëzohet. spunton Çdo ai të e ka marrë premte pikërisht. Ledioni në shtëpi. What the fuck? Jo, spunton ai mendoj që e ka marrë pikërisht nga WTF-ja. Tani unë nuk e di, Unë jam shumë e bindur, edhe dorën në zjarr, preke Fatos. Vë dorën mbi Shën Fatosin. Ndërkohë unë jam këtu gati të marr Monikën në telefon dhe ta pyes një herë ç'a bëhet, ç'a s'bëhet, si u gjën dhe herë do na sillen në një pal dhurata, në një pal kpucë të kuqe. Na shuaj dhe kur ishte në rast se ajo ishte vendosur të ishte opinioniste përpara se të. Se besoj Big Brother gjithmonë Nuk e i jep besoj. opinionistët në moment fundit dhe intervista jon ka para një muaji. Pa, jeni gati? Gati. Monika, e kam shpënuar edhe me të mëdha. Alo? Alo, përshëndetje, si jeni Monika? Mirë.
qene. Ndjes për shqetësimi, unë jam Kostiani dhe të telefonoj nga Andale. Si e mirë? Mirë, si jeti, si po kalon? Mirë? Mirë, faleminderit. Ne në fakt kjo nuk është hera e parë që ne komunikojmë së bashku, sepse kemi qenë edhe në një intervistë të shkurtër së bashku. Po pra intervista që kemi bërë ke kazerma. Bravo! Po ju, prej ush e kam dhurat të Big Brotherin. Konfirmohet live. Tani, se unë pikërisht për këtë të mora, tani pasi ne ta ndollëm këto, pasi unë të pyeta si opinioniste, çfarë ndodhi, të mori Ledionin në telefon, se pikërisht për këtë të kam telefonuar. Jo, zemra ime, nuk më mori Ledioni, po më morën autorët e Big Brotherit. Po? Dhe me thënë drejtën, unë e mora si kështu, dhe më thënë si provokim, edhe komunikova shumë keq, që me thënë, është gabimi im. Si që jam unë gjithmonë kështu që jam skeptike, se na e ka bërë këtë të keqe politika, na bën skeptik, edhe nga ju njerëzve të artit. Për shumë edhe për ju më ka thënë shumë mirë, më ka folë shumë mirë Olti Curi, që janë çuna shumë të mirë, çuna shumë të zgjuar, shumë të zotë, shumë interesante dhe gocat janë grup i mirë shumë tha. Edhe unë që isha gjithmonë skeptike, se e kemi Derisa na njohet personalisht. Po si erdi ftesa dhe komunikimi. Derisa ma ndollo, do më thënë të gjatë. Edhe pasaj më mora e Sajmiri, më Monika tha, nuk të dua mas për ke vajzave gratë, të dua për opinioniste Big Brother, po i ka mos u talni me mua, mos të talur. Edhe këtu pasaj e lam tim një kafe, ato ma propozuan, sigurisht që unë jam skeptike, e bëj do ta se bëj do, sepse mos harroni që është nga shiu që ikësh në komedi, njerëzit e kanë atë traumën e politikës, që dalësh në botën e artit, po që është përgjegjësi e madhe. Dhe kështu pastaj që atëherë, pastaj mbajtëm komunikimin edhe kjo ishte, domethënë, ju jeni provokatorët e parë, sepse video juaj bëri xhiro, domethënë në rrjetet sociale, me njerëzit ju pëlqeu, kështu që jo gjithmonë unë jam partizane çunave dhe gocave të reja, sepse njerëzit bëhen skeptik se janë pa eksperiencë. Po pasionin unë i jep edhe shumë gjëra të tjera. Po si e ndjer tani që Big Brotheri ka nisur edhe ti e konfirmuar je në kulturë. Përgjegjësi e madhe është. Është përgjegjësi e madhe. Po patjetër që është përgjegjësi e madhe, pavarësisht se domethënë duket sikur ajo që shohin njerëzit aty duket si një film andaj, po është përgjegjësi e madhe, është një angazhim i madh, është domethënë duhet bësh gabim, nuk duhet bëj politik, se tash unë 3 vjet politikë e bërë. E keni gjatë, vdes me shpirtin. Ndërkohë me Arbrin, si po e ndan këtë eksperiencë me Arbër Hajdarin? Tani që them të drejtën, sinqerisht, edhe Arbri, edhe Ledioni janë të jashtëzakonshëm. Domethënë jam e shokuar në aspektin e komunikimit, një e parapunës edhe të përgjegjësisë që kanë dy. Një që Ledioni është shumë solar, që duket si kështu, domethënë aty në studio është solar, ka një pozitivitet, ka një, domethënë Arbri po ashtu më jep atë komoditetin që të mos ndihem domethënë inferiore, sepse flasim atë që është, Arbri ka eksperiencë, edhe analizën e bën shumë të mirë. Është edhe domethënë nuk thush që është pa brum në këtë gjë, ndërkohë që unë jam fillestare, pavarësisht se jam plak në moshë. Absolutisht jo, këtë nuk ta pranoj kurrë. Pavarësisht që ato rrugat mi mbulona e Henry Gjata, që më ka bërë një make-up të jashtëzakonshëm dhe gjithë njerëzit kujtojnë sa operacione plastike që ka bërë, vetëm botox dhe acid hyaluronik ka bërë mirëmbajtje, pjesa tjetër pastaj është merite e Henryt. Kështu që shumë gjëra që janë të reja për ty. E kuptoj. Deri tani përgatitjen është shumë e vështirë me thënë drejtën, se unë jam mësuar që kap gjila aty në ekran pa u marrë shumë me imazhin, ndërkohë që ata janë shumë kujdesshëm që imazhi është shumë i rëndësishëm. Është rëndësishëm. Absolutisht Monika, unë të falenderoj shumë që gjetë kohën dhe të përgjigjesh në telefon dhe të ndaje këtë eksperiencë. Mund të bëj një kafe me ju, sepse mund të pësoj shumë me ju. Patjetër. Jemi të lirë, kemi kohë kur të duash. Patjetër, ju përshafoj. E vlerësoj shumë faleminderit. Faleminderit, sepse pozitiviteti ju më dha një mundësi të re. Faleminderit shumë Monika, e vlerësoj. Qikon që ju të rinë gjeni mundësi dhe për net vjetrit, do e bëjmë slogan, mundësia jemi ne. Edhe gëzuar Krishtlindjet, edhe qatë të doj qefi dhe shpirtit i plotësoni në 2024. Faleminderit shumë, gëzuar edhe për ty edhe për gjithë familjarët e tu. Faleminderit Monika, mirëpafshim, ciao.
Dhurat nga ju, tha Monika. Ju ma bëta peshqesh. Kemi filluar të bëjmë kështu dhurata shumë të rëndësishme dhe për televizionet e tjera. Prandaj thashë që Andale ka influencë. Prekja jon dhe gjërat që ne themi kanë influencë në median ton. E ke ndjeja unë, do me thënë që edhe sikur i shkonte Monikës si opinioniste, me thënë e kisha. Ishim të goditur. Por ti bën mirë të ikësh tani, të ndrohesh, do të flas pak kthesh në seriozisht vetvete. Fatosi sepse nuk e dini, por unë s'po e them. Ka një anë të errët kjo Ka histori. një anë të errët historia me Kristin, por do e them kur të zhvishem nga Okej. petku i njeriu të Zotit. Okej, Shko, shumë ndro. Fatos. Shko në vaftisje të tjera. Ik tani ndrou. Dhe ja kur i Ama, mirë se erdhe. veshur normal. Tani me që je serioz, të bëhemi pak serioz dhe ti urojmë njerëzve Gëzuar Gëzuar Krishtlindje! Gëzuar Patjetër. gjithëve. Qof kjo një Krishtlindje sa më e bukur, më e paqë dhe me sa më shumë dashuri për gjithë ju dhe familjarët tuaj. Super, tani situata Tani bëhet serioze. Bajamet. Po, tani let's talk about Bajame and you know what's going on. Ti do prap momentin tat tash. Tani ndiqeni se çfarë kam bër unë në ver këtë vit. Në natë so me hëno si era e malito. Me hëno dola të shikoja zdi pse mu morgoja në erën e natës so si era e malito. Me hëno më ikën e më vjen habita se merdhi. Pra unë bëra një imitim që sharak, pra komedi, parodi që e bëj shumica dhe në botë edhe këtu. Po dhe në Portokallim o imitime parodi bëjnë gjatë gjithë Asi gjë me në i prapavit të keq ose negative. As dhe një gjë tjetër, njerëzit qeshën dhe e mirëpritën shumë mirë, por Kristi Lame nuk e mirëpriti mirë, Ai që duhet ta mirëpriste status. se mirëpriti. Ai bëri një status ku shkroi: dikur kafshët rrugëve i mblidhte bashkia, sot i mbledh Dalina Buzit e Andale me caption filozofik e gjithë dram. Si duket ishte një kunj kundrejt Andales dhe kundrejt gjithë Po pse produksionit. priti kështu Kristi? Nuk e di. Se kisha bërë një gjë kështu. Unë kur e kemi xhiruar me Fatosin atë videon jam kënaqur shumë se ishe Fatosi backup ishte dancer ti. Unë isha backup dancer, Fatosi ishte fut komplet në rol dhe kur e pam atë reagim tham po ky çpati, madje kemi bërë dhe një Po. video daily më mbrapa që ti the shiko qarova, nuk ishim po, duket. asgjë të keqe. Por nuk ka përfunduar me kaq, pas imitimi, domethënë kënga Bajame kishte disa ditë që ishte dal dhe gjithë vëmendja duket nga ky imitim që ka arritur shifra që mund t'i shikoni këtu në screenshot në Instagram dhe në TikTok, shumë u shpërndatën në faqet e tjera dhe 2 ditë më pas atëre ditë e shohim Kristin në Wake Up të ftuar. Kjo është më se normale ti jesh i ftuar në një program, po në Top Channel është Po arritje. është pak kështu direkt, Po, domethënë ishte direkt, freskët. e freskët dhe direkt Ledion Liçja ka jetë në story, Në duke story, e parë po. nga televizori dhe i ka bërë tag, që do bëj tag Ledioni është Po pak gjë e madhe. ishte habitshme në fakt sepse direkt pas sulmit të Kristit u bë kjo intervista, i bëri dhe tag Ledioni, si duket që atëherë ata nisën E atë ka nis- komunikimin për për të Big hyrë në Big Brother. Brother. Por nuk mbaro me kaq sepse në inboxin tim pavarësisht se unë kam kaluar të situatë goxha me sportivitet dhe Po s'kishte gjë për mos tu kaluar. Po, domethënë nuk kisha asgjë personale, un kam kërcyer, kam dëgjuar këngët e Kristit, sidomos Bajamen, e pëlqej shumë. Ne me si Bajamen këngë. e kemi dredhur gjithë verën. Dhe nuk ishte asgjë personale apo për të vënë Po ç'a ndodhi? për të ulur Qa poshtë të Kristit. kanë Por shkruar? shumica e njerëzve, disa prej tyre, të cilët mund të jenë të afërt të Kristit, më kanë shkruar dhe në TikTok dhe në Instagram, shkrime që mund të quhen me nota kërcënuese. Mund të them për mua dhe për persona të tjerë. A mund të të na i afërm. tregosh ato Nuk mundemi mesazhe? të tregojmë mesazhe sepse edhe për hir të privatësisë së tyre, por dhe për të mos e vazhduar më këtë muhabet, sepse fjalët që ato shkruajtur nuk janë fare të Po pra, se hishme. këtë do pyesë, çfarë, më thënë nëse Çfarë të kanë shkruar? Fjalët tekstualisht ishin kërcënuese dhe as pak të hishme që, por dua që kjo gjë të bëhet si një mesazh që Kristi zgjodhi të hyjë në Big Brother. Aty mund të imitohet nga aktorët e Portokallis 1. Mund të bëhet meme shumë kollaj në rrjet. Njerëzit do ta komentojnë siç e kanë
komentuar që nga Monika Koremadhi për peshën në natën e live-it, në natën e parë të Prime-it. Pra ti, në qoftë se zgjedh të jesh një artist, do jesh në syrin e të gjithëve, do komentohesh, do kritikohesh, do imitohesh. Po si do t'i përjetoj ai në rast se aty do t'i bëhen përsëri imitime, madje u bë dhe një filtr me ato dhëmbët që shkëlqenin. Gjë që unë nuk ja kam imituar dhëmbët, Jo. sepse futet në aparencën po. fizike. Unë thjesht vura një paruke, kërceva dhe këndova siç nuk di Që unë ato të paruke këndoj. dhe as nuk ngjanin me flokë e Kristit që të fare. thua që bëre. Imagjino domethënë kur bën kështu për një imitim, imagjino ti bësh një kritik këtyre artistëve ta që disa prej tyre, okay, Kristi ka një shumë mirë, po me sa duket tek personaliteti dhe tek kjo shakaja çalon pak. Ky është mesazh për Kështu që- gjithë artistët që nëse ne ju kritikojmë, merremi me ju, merrni si kompliment më vlla. Ore, po kushtojmë kohë. vëmendje. Drejtë të haj jemi mbledhur dhe Merreni, më flasim për ty. pranojeni prekjen e Zhon Fatosit, se keni bekimin e tij. E di pse, sepse janë disa artistë që janë kështu, o jo mos më përmend mua, o jo këtë. Ti duhet të jesh falënderues që e para njëherë po të përmendim, Po. nuk e ka me Kristin personalisht, po në përgjithësi, dhe po të kushtojmë kohë sepse se ke marrë më përpara ose ke shumë muaj pa ta përmendur dikush emrin. Ndërkohë ne në Kështu- program kemi pasur dy të ftuar, Mirin e West Side Family dhe Loren. Gjigun, Dhe që ne të dy Mirin janë e në Big. po, dhe ne të dy në fakt i pyetëm se ne zakonisht i pyesim kështu, Po, a do futesh në Big, a ke plane? Dhe Miri tha që jo. Ndiqeni çfarë ka thënë Miri konkretisht. Pse nuk futen në Big Brother? Po. Se të shfotona? Ma hebe dhe qik dorën ditë shik. 100 euro, mo, fiton 100 euro. 100 euro, Jo, 100 shiko, euro nuk të shumë pak. fut njëri, nuk të fut njëri në Big Brother të japi 100.000 euro. Duhet ta fitosh Big Brotherin që të marrësh 100.000 Mirë, euro. mirë. Si E merr- fillim? Shumë të pëlqyer nga publiku. Ai na jep vlerësim maksimal, Nuk- faleminderit shumë për vlerësimin, po 100.000 euro janë shumë pak. Nuk edhe 100.000 euro janë shumë, edhe pak janë, edhe s'janë aq pak. Keni marrë ofertë nga produksioni për të qenë banor? Për çfarë për Gjithë banon? di kanë ardhur su vërtet. Ja, po, më kanë ardhur një herë, edhe pastaj Për se vetëm rëndon. apo për të qenë dukesh- konkurrent? Po thashta të refuzoja një herë kështu të bëja kocëve. Ata ikën zërë në Pra siç e ndoqët Miri tha që më mirë mos futemi se po u futëm zona pëlqej më publiku. E se kishte fare as të çmimi as të gjë. Por ne do marrim tani Alban Po. Korundin, i cili është shumë i afërt me Mirin, Mik i gjithashtu dhe afërt. me Loren, të shohim se çfarë do na thot ai gjëra që ne nuk i dim. Alban, si e? Mirë, si kalove? Mirë, janë thatosi nga Andale të telefonoj gjatë regjistrimit të programit WTF Show, të mora në telefon për të pyetur për Mirin dhe eksperiencën e tij në Big Brother. Ne e kishim të ftuar këtu dhe na tha që shiko, më mirë të mos hysh në Big Brother se gjithë pulqimin që ka publiku ndoshta mund të rrëzohet. Ti si mik i tij i ngushtë, çfarë të tha para se të hynte? A zeta i se dinte, ku po hynde. Ja më, që shumë entuziaste, kishe marrë me shumë qetësi, tha do hyta, do e sfidoj herë vetën në këtë sprov të re. A tani, ta shumë, si dushe valla, ne shok të kena, për mas do na kesh. Po, kjo situata që ka ndodhur me Selinën, çfarë mendon? Cili është këndvështrimi yt si shoku i tij, se shumë po atakohet që jo je burr i martuar, që ke këto veprime. E më tani e Big Brother, se tani nuk është jetë reale. Ja, s'ka lidhje mirë me ato gjëra. Paktën për ai sa njoh thona dhe Duhen marr parasysh këto gjëra kur hyn në Big Brother. Po jam kurioz, gruaja ti si ka reaguar? A ke ti informacion apo jo? Jo, nuk kam pas mundësi të flas sot, se kam qenë shumë i zënë, edhe do mundohem të lidhem nesër me një ndonjë nga familjarët e Mirit, por nuk besoj të ketë qenë një gjë shqetësuese se do më kishte ardhur në vesh. Ata njohin, kam besim ka ai, kështu që ma do më. Kështu që nuk ka asgjë për të shqetësuar. Nëse do kishte në një hije dyshimi për veten, për gjëra, domethënë një njerëz që hyn Big Brother për mua ka një lloj transparencë, nuk ka frikë nga Po, vetja. dhe e stakon mendjen. Po për sa i përket Lores, si ka qenë ajo para se të hynte, me çfarë qëllimi, çfarë ka folur me ty? Lori është një gjë, domethënë gjithmonë artistët kanë qejf ta sprovojnë veten sfida të reja. Edhe plus është një ardhje shumë e mirë për të promovuar, edhe shumë e bindur ke aftësitë e veta, karakteri vet. Duket që ka hyrë pa strategji, ty çfarë të ka thënë? Shiko, me sa, domethënë kemi diskutuar për këtë pjesë. As Miri as Lori nuk kanë vendosur një strategji fikse për të hyrë, që do ndjekim këtë linë apo kështu. Pra thjesht do jem vetvetja. Do shohim situata, do menaxhojmë ato situata me të cilat do përballemi. Alban, ne mezi presim të shohim cila do jenë dinamikat që do ndodhin në Big Brother me të dy konkurrentët, si me Mirin dhe me Loren, dhe do qëndrojnë me kontakt bashkë për të komentuar edhe më tej gjatë rrugtimit të tyre. Uroj që të jetë një rrugtim i gjatë për të dy.
Shpresoj shumë që ecin mbar, të dalin sa më mirë, të fitojnë atë për cilën ata kanë hyrë, edhe inshallah. Faleminderit. Finger cross, shumë faleminderit Alban. Dhe gëzuar Krishtlindje. Gëzuar Krishtlindjet. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. E shikon pra? Nuk miri, në fakt edhe mua më duket pak si e egzageruar mbase dhe si një atakim nga banorët e tjerë të shtëpisë, po duket se Miri në fakt është bërë dhe e ka marrë rolin e tij në shtëpi. Nuk e di a jeni ju dakord, po Miri është pozicionuar goxha fort brenda. Por një tjetër personazh i cili është bërë shumë viral, shumë i komentuar. Gjë që pritej të bëjë, sepse ishte edhe para bigut. Është Ilir Vrenozi dhe unë jam habitur sepse nuk është aq big sa janë të gjithë banorët e tjerë, pra vjen nga TikToku, një opozitar, po shumë fani, shumë i lezetshëm. Është opozitar Iliri? Po, është opozitar. Ai me ato bindjet e tij dhe me komentet është bërë edhe viral. Shikoj, unë patjetër që një Ilir, po se dia që ishte opozitar. Mua më bëri përshtypje edhe fakti që ishte shumë i lidhur me gruan. E kupton, ishte shumë, domethënë, mezi pres kur ti bëjnë ndonjë surprizë, ndoshta të vijë. Unë ana tjetër mezi sa pres të lëshoj ndonjë nga ato gafat e tij, ndonjë nga ato batutat e fuqishme. O ngor, se më duket sikur po e mban për brenda. Se di pse, po më jep përshtypjen që Iliri ndoshta kur loja të bëhet më e ashpër mund të penalizohet për në një sjellje të pahishme. Po pra, këtë po them që po mban. Ose ofendim. Por një min me sahat që unë shoh Brikenën, duket një vajzë me shumë vetbesim, por që dhe të tregon vendin, madje edhe me Mirin me batuta vetëm pak orë sa u fut në shtëpi, i pati disa shumë me batuta. Të them të drejtën për Brikenën, unë nuk është se kisha shumë pritshmëri. Duhet ta them që e gjykova pak për shkak të asaj batutës së famshme që ka bërë. Po që më pëlqen është pak mos e shumë nga këto tipet që janë kështu easy going. Po mund të ta fuzin nga pak krau. Dëgjoj, po edhe Lorna është bërë, unë mendoja që do ishte nga këto personazhe që rrin kështu si në qetësi sa për numër edhe thjesht dalin me kalimin e ditëve, por jo edhe ajo, janë disa personazhe që janë pozicionuar dhe kanë krijuar karakterin e tyre. Është herët. Është ende herët, por një gjë që më ka bërë përshtypje është që banorët po e marrin pak me Terezi, ndryshe nga edicionet e kaluara, të kujtohet se fillimet e para kishte një përplasje, ishin me shpatë madhe. Po hynin me shpatë madhe, sidomos edicioni i tretë. Jo vetëm banorët, po dhe Big Brother këtë vit në përgjithësi nuk ka zhurmë. Unë ndolla pak, nuk e di a kam thënë emisione apo jo, po ishte diçka. Nuk e di, me thënë a ndjen edhe shikuesit, po ose ka rënë interesi, ose janë konsumuar VIP-at, por realisht nuk ka zhurmë. Po shiko, nuk ka të bëj, a janë personazhe VIP apo jo, po dhe vetë si persona ato nuk më duken shumë interesante. Mua më ndryshe nga ju të dy mua po më pëlqen, sepse më ishte mërzitur pra ishin bërë 2 edicione rresht që vinin me shpatë madhe dhe sherr që në ditën e dytë dhe nuk bënte sens për çfarë ziheshin. Ndërkohë që këtu java e parë është gjithmonë të shohësh situata të Më mirë që kanë nisë kështu se ndoshta na del më përmbar. Unë mendoj që do shpërthej, do vi një pikë që do shpërthej. Por më mirë që nuk po zihen më se jemi edhe në atmosferë Krishtlindjesh dhe ju dy elfat e mi keni qenë me një mision këtë javë. Atëherë ne i kemi kaluar këto Krishtlindjet në shtëpinë e Orinda Hutës. Ajo hapi dyert e shtëpisë për mua dhe për Artemisën, ku ne realizuam një super intervistë. Dhe na zbuloi shumë gjëra që nuk i kishte treguar kur më parë, por jetën e saj personale mbi të gjitha njohjen me turin, po e ndjekim. Jemi në periudhën më të bukur të vitit, festat e fundvitit, dhe pikërisht për këtë arsye ne kemi ardhur për vizitë diku. Ne kemi ardhur në shtëpinë e Orinda Hutës dhe Turian Hyskos për të përcjell pak nga atmosfera e tyre festive. Si po i kalojnë ata këto ditë, çfarë bëjnë, çfarë s'bëjnë, to shikojmë aty brenda. Ka njeri në shtëpi? Hello. Mirë se erdhat. Mirë se gjetëm. Vetëm të riqe. Që ka me teknologji të huaj kjo. Si e? Mirë se me erdhat. Si, Orinda. Mirë se të gjetëm. Orinda me këpuc të futemi se... Me këpuc? Si ashteti. Si amerikanë. Si ashteti. Orinda, si kemi ardhur për festat e fundvitit. Ne nuk mund të vinim do duar bosh. Jeni shumë mirë, shumë faleminderit. Ua, sa pamje e bukur Orinda. Faleminderit. Ja për këtë pamje u ble kjo shtëpi.
përdor këto fotografitë që kam bërë vjet me 30 vjetor. Ka qenë një ditë e veçantë në fakt për ne të tre atë ditë, edhe prandaj unë doja ta fotografoja dhe kam mbetur si kujtime të një viti më parë dhe ne sigurisht që do i zëvendësojmë me kujtimet e reja këtë vit me efektin e këto dhe fotografish. Ti në podcastin tënd kur ishte i ftuar i special Toriani, the që tema e vitit të ri vendoset që në nëntor për shkak të simbolikës që ka. E keni traditë tani, ë? Po, unë prandaj thash, po pse po ma vonoj tash unë se nuk dua të marr artificiale, tash sepse unë dua ta pikërisht ditën 13, se është dita kur marr vesh që kam qenë shtatzan me ata. Në 13 nëntor, vendos nëntor. Kështu që edhe unë e vendos gjithmonë atë ditë, sepse sapo kam ardhur atë ditë pas e mora vesh isha shtatzan. Hapa pemën, fillova drita duke i vënë të gjitha atë ditë kam qenë me mbesat në fakt, nga ndihmuar Arturi. Po nuk ka qenë bret natyral, ka qenë hera e fundit që vija atë bretin artificial. Dhe pastaj pas atij viti nisa me bret natyral dhe pas asaj unë doja që çdo vit ta vija atë datë sepse gjithmonë më kthente në ato kujtime të bukura. Këtu. Shtëpiza vogël. Këtë ma ka dhuruar Xhemi. Ditën kur pra morëm vesh unë isha shtatzan, Xhemi ka qenë ndërpara që e mori vesh, okay. Dhe atë ditë, domethënë ka shkuar, ka zgjedhur, ka qenë jashtë në fakt në ato javë dhe mori këtë shtëpisën, e zgjodhi Gabrieli dhe ta e ka zgjedhur për nuk e dinim atëherë ç'a ishte, e ka zgjedhur për bebi. Për bebi. Gabrieli ishte të vjet të pemë. Dhe këtë vit më solli këta Xhemi, në fakt më solli çift, është 1000, ishin 2000, po njërin hëngri Rubi. Rubi është qeni. Fotoja tjetër që ta kuptoj, është Rubi. Do sa ta thoja, Rubin ku e keni? Rubin e kemi çuar për xhiro se kisha hamë si u prishja punë juve. Si është të bashkjetosh me një qen, dhe aq më tepër me një qen dhe fëmijët pastaj se bëhet një qen i madh, është golden retriever. Është fantastike. Të gjohë, ju lash në këmë, nuk është normale, ulemi. Ndërkohë po ju bëj pak çokoladë, unë kam bërë pak kakao, kam një kakao që e kam blerë në aeroport kur isha në Angli, është një firmë shumë e mirë atje, është me saltit karamel ose kakao normale, si e doni? Po kakao normalin e kemi pirë, provojmë këtë të jashtë, provojmë këtë anglezën. Saltit karamel, po. Edhe ndërkohë po ju nxjerr këto biskotat që kam bërë vetë. Cili është gatimi që ti e qan? Më specializuar. Lazanjën. Se mua më kanë thënë që ti je një super ambicje shkëlqyer. O, ti faleminderit. Kështu që Shumë mirë. Të lumshin duart. Orinda, me që ti po na ëmbëlson ne tani, ta ëmbëlsojmë dhe ne bisedën. Po. Patjetër se. Taksirati. Kuptoj. E di çfarë dua unë të dëgjoj nga ty? Historinë me turin, historinë e dashurisë. Ato e ke thënë me mira. Dua të di ato momentet e para. Edhe si të propozoj. Se dua të di pastaj unë të dëgjojnë ata. Propozim as moment. S'ka pas? Jo. Turi? Pra, Turian Hysko nuk të ka propozuar kur? Turi si ke propozuar ti Orindës? Le të flasim për këtë. Nuk ka pas asnjëherë propozim. Pas thjesht një puthje. Edhe që ishte ngritur podi për atë puthjen shumë. Ishte mbajtur në tiro gjithkohë situatën, ne kemi qenë në klasë. Në universitet në vitën e parë, tek Muetja, edhe aty filluam të ngacmoheshim me njëri tjetrin. Nuk duroheshim me njëri tjetrin. Ishin ato dashuritë që grinde në fillim. Grindeshim shumë, ne nuk e kemi, ne jemi njohur me njëri tjetrin që kur ata u futën në muzikë, pra unë sapo kisha një vit që kisha bërë këngën tani aty. Edhe
që atë moment nuk e kemi pas qef. Është ai kamuflimi Orinda i atyre. Nuk është kamuflimi. Jo, realisht nuk e kemi pas qef njëri tjetrin. As ai mua, as unë atë. Dhe madje ai arrinte deri aty sa thoshte unë nuk bëj tekst për këtë. Me vërtet? Sepse Flori bënte këngët në atë kohë dhe thotë tur më duhet një tekst për Orindën. Unë nuk bëj tekst për këtë. Po pse? Ishte thjesht një përshtypje e parë? Nuk e pëlqej. Më duket mendje madhe, thoshte. Ndërkohë që unë mendohet një të gjë për të. Po kur u zbut Turiani? U zbut kur ishim në shkollë, kur filluam të qëndronim më shumë me njëri tjetrin. Kur unë fillova të qëndroja shumë me Albanin, me shokun e vet, ne rrinim gjithkohë, nuk kisha ndejtë më përpara, po tashmë rria më shumë. Rria më shumë, po. Me të. Edhe në klasë pastaj kur kishim ato përballjet e ideve, përplasjet e ideve me njëri tjetrin, që kush e di më mirë këtë gjë dhe kush e thot më mirë këtë gjë. Edhe gjithmonë kishim le të themi gricje që mërzisnim edhe klasën në këtë pikë ato kohë. Edhe por ishte një gjë, do të thënë u kthye në normalitet ajo, le të themi. Ato grisje. Deri në momentin që shkëmbyem numrat e telefonit, se deri në atë moment si kishim as numrat e telefonit me njëri tjetrin. Edhe çon një mesazh tek tuk, gricu, hajde dalim, jo s'dalim. Po të vetë vështirë në fillim. Bënda i të vështirë. Okej. Ka bërë. Edhe pse bëm kot kështu, po e bën dhe të vështirë, po të sikur. Edhe pastaj ka qenë një ditë që ne jemi futur në shkollë. Në shkollë edhe atë putin e parë. Po, në korridor, ishte bosh korridori. Pas keni dashuri filma, nga shkolla. A keni qenë kështu që përplaseni me libra dhe ai të ndihmon? O zot, madje na binte një gjë, ai ma kapte mua. Kapi duart pastaj. Edhe pastaj aty nisti gjithçka. Ishte u bë si një histori që nuk kishte, le të themi, përkushtim në ato muajt e parë. Të shifrim, të shkonte ku të shkonte. Do eci, okej. Kur e kuptove, Orinda, që Turi ishte njeriu jot i jetës? Unë e kam kuptuar që ishte njeriu im i jetës ndoshta pak më vonë, por që kam rënë dashuri me Turin, kam rënë një periudhë shumë të shkurtër koha, dhe që do e ktheja botën mbrapsht që ne unë të rria me të, edhe të vazhdonim dashurinë. Edhe do e bindja për këtë, sepse që unë e doja fort, do e bindja dhe e kam bindur për këtë gjë. Edhe pastaj që e kuptova që ishte njeriu im i jetës, ndoshta brenda vitit ka qenë, kaloi një vit dhe tash okay. Brenda vitit parë. Brenda vitit të parë ka qenë. Orinda, si ja the familjes? E kam gjetur të duhurin, si ishte takimi i parë? Familja e dinte që në fillim në fakt, që ne ishim bashkë, sepse unë kisha thënë motrës, edhe me motra e ta, më shme njërin. Ishte motra ajo që bëri për ciljen. Me ka njërin, dhe është ma, për që si ka, dhe ndose Orinda ta, kur ti tega ta, atë t'ja u thota, atëherë ta. Edhe ka qenë, kur ato e dinin gjithë kohës, nuk është se unë flisja, edhe familjet që kemi pas, nuk është se kemi folur shumë, vetëm me vllajën e motrën maksimum nuk flisnin. Po me mamin unë nuk është se kam pas në një marrëdhënie që të thoja gjithë shkalet, me as me mamin, as me babën. Dhe kështu që nuk më është dashur, nuk kam parë të nevojshme ndonjëherë për ta treguar në familje. Orinda, po marrëdhënien me lekun si e keni? Kush është më kursimtar dhe kush është më dorëshpuar si thon? Unë jam dorëshpuar, unë se llogarist fare. Fare. Kurse ai është më thënë, nuk po vënë duke mua gjë, po është më i kujdesshëm se unë, absolutisht e leku. Po para, kush sjell më shumë në shtëpinë tuaj? Çfarë? Para, kush sjell më shumë? Turiani. Atë kemi ndarë. Cila është në shtëpinë, cila është ajo gjë që ose një dekor që ndoshta është më i shtrenjtë, se ka një vlerë pak më të lartë monetare? Për çfarë keni shpenzuar ju më shumë në shtëpinë tuaj? Për ta arreduar më ose?
Televizori? Televizori? Tamam si me që në sallën e kinema. Turi në intervistë të fundmi ka thënë që do të bëj rikthimin e apartamentit 2XL, por në një formë tjetër, do ta risjellë në një format tjetër. Formë do e sjellë. Do të bëj. Që çfarë mund të na zbulosh diçka si është ideja që Turi do e sjellë? Kur e lexova atë lajmin, no? As nuk e di fare. Çfarë ka thënë ky tani këtu? Vetëm ai është komplet kundra që ta risjell. Po, sepse në fakt e ka thënë dhe te intervista me Dalinën që nuk do t'i rikthehet gjërave që ka lënë pas. Nuk e di si i ka ardhur në atë moment që e ka thënë. Okej. I ka shkar goja. Në shtëpi nuk është folur ndonjëherë këtë muhabet. Nuk është folur kurrë rikthimi 2XL. Jo, nuk është folur dhe ne aty them, ne kemi trauma nga 2XL-ja. Jo vetëm nga 2XL-ja, sigurisht nga gjithë puna e tij edhe me aktorët, që është absolutisht shumë e bukur, është por impenjative. Por është impenjative dhe unë i kisha të gjitha hallet të tyre në shtëpi dhe mua kjo gjëja nuk. Po, se e tha Toriani që unë i kisha dhe si vëllezër, si fëmijët e mi në një pikë. Po. Ata nuk kishin Kalifornia, ka qenë viti i parë që ne festuan vitin e ri jashtë shtëpia. Okej. E kemi shijuar pafund edhe pse nuk ishim në ndonjë vend kush e di se çfarë. Pa kërcika. Ishim jashtë shtëpia dhe nuk po mendonim. Nuk po mendonim për punë. Shkon tani. Apo e shohin njerëzit. Apo e shohin me atë programin Telemetrix në dorë gjithkohës. Ul tash, urri tani. Nëse do të vinte në të ardhmen në një ofertë që ta zhvendosje podcastin përsëri në televizion. Të ka ardhur. Po, nuk ka ardhur, po nuk ka pranuar. Nuk e dëshiruar që të rikthesh në televizion. Nuk ka pranuar sepse ka qenë madje s'ka shumë, një vit ka, domethënë që më është propozuar, edhe nuk e kam marr parasysh vetëm për këtë, do të thënë sepse isha shumë mirë vetë, e menaxhoja shumë mirë vetë. Sigurisht janë rroga për të paguar. Po. Edhe që është një buxhet që shkon çdo muaj për një staf që janë rreth 4 veta, kështu që normalisht nuk është pak. Nuk është pak, po. Mua më binte kur në jetën e laps më binte më mirë. Më mirë. Në fund do dish është dhe llogari. Po. Më binte më mirë, por më tepër emocionalisht unë isha shumë mirë. Isha qetë, mund të bëja shumë gjëra të tjera, mund të ndihmoja Turin për ndonjë gjë që ai kishte nevojë, kurse kur isha në televizion nuk mundesha dot të mbyllja as podcastin tim. Do të isha e zaur sepse kisha meraku si do shkonte. Laku në fyt nëse montazhi do arrinte të mbyllesh në kohë për transmetimin. Nuk kisha çdo gjë në dorë vet, sepse kur më përpara ke njerëz të tjerë mbi kokë më pas. Po. Edhe prandaj ndërkohë duhet mbaja përgjegjësi, edhe pse nuk kisha pse të mbaja përgjegjësi. Por përsëri është puna jote në fund të ditës. Puna ime. Orinda, sa para mund të fitosh nga YouTube-i në Shqipëri? Të bërit YouTube në Shqipëri, a mund të mbash një familje të themi? Një familje me një shpenzime normale, për shembull, jo me. Po të them që maksimumi nuk është një, le të themi, shifër e lartë, por maksimumi që mund të mund të më ketë arritur mua ndoshta në muaj nga YouTube-i, mund të ketë qenë 3.000 euro në muaj. Pra, nuk është një shifër e keqe. Nuk është, por duke parë parasysh që Shqipëria nuk monetizohet. Po, pikërisht monetizohet vetëm nga ndjekësit. Edhe, pra, kanë qenë thjesht klikime nga ata që kanë ardhur nga jashtë. Pra, dhe kjo është okay, nuk është ndonjë gjë e madhe, po që për shembull për të hequr disa shpenzime, mund t'ja dalësh. Është okay, domethënë sepse sigurisht stafi e të gjitha kanë shpenzimet e veta, dhe shpenzimet, domethënë i mbulon, nuk është se si mbulon, le të themi në këtë pikë. Por çdo muaj mund të bëhet edhe më mirë. Sepse edhe ajo është, domethënë unë shikoj muaj pas muaj, ajo sa vjen edhe shtohet edhe kështu po sigurisht që nuk merret për bazë vetëm ajo, domethënë nuk mund të bësh podcast vetëm nga klip. Patjetër. Mam do jetë më shumë se sa thjesht podcast, edhe do bëhet e website-i është bërë gati, kështu që do jetë ajo pjesa e këshillimit që vjen nëpërmjet episodeve,
ndonjëherë sigurisht që nuk janë mjekësore dhe që të merren përballë, unë them gjithmonë, nuk janë mjekësore, mos i merrni përballë detyrimisht, janë eksperienca personale që ndryshojnë nga personi nga personi në person, sepse nuk i dihet asnjëherë si vjen mëmësia për mua, nuk vjen për njëri tjetër. Edhe se si më ndodhi mua rrethanat, domethënë si përgjigjet instinkti im i prindërimit nuk përgjigjet ty apo dikujt tjetër, kështu që nuk duhet marr fare përballë apo të gjykohet. Ndërsa kur flasim me mjek, atëherë aty aty mund të aty nuk kam çfarë them fare dhe shpeshherë edhe kur arrin të tjerët të diskutojnë mjekët, unë vetëm qesh sepse në fund fare ai ka bërë një shkollë për atë punë dhe është në përditshmëri me njerëzit, ka më shumë eksperiencë se çdo kush tjetër, kështu që por në fund fare kanë opinionin e tyre dhe duhet ta japin, nëse i intereson ta japin, nëse nuk e kanë problem, mund ta japin, qoftë edhe kur ka nota le të themi budallaqe brenda organizimit, s'ka problem. Por duhet ideja që ta bëjmë pak më shumë profesionale, qoftë edhe rrëfimet që unë nuk nxjerr në podcast, do i nxjerr në website, okay. Pse është kjo shkëputje nga muzika, nga festivalet? Më thënë, pse nga se erdhi ky vendim dhe do të shohim ndonjëherë përsëri në festival nuk mendoj që do më shohësh. Sepse është shumë i lodhshëm. Ka energji të mirë. Do mes kolegëve po thua? Ti nisesh për një gjë të mirë. Ti nisesh për një s'kam ç'a humb fund fare se nuk është se po kërkoj çmimin e parë, kupton? Unë jam nis gjithmonë, nuk është se kam hyrë për çmimin e parë. Kam hyrë sepse kënga më ka pëlqyer që kam bërë. Kam menduar që të tjerëve do i pëlqejë si produksioni imi. Por nuk kam menduar ndonjëherë që nuk jam nisur asnjëherë për çmimin e parë të një festivali. Dhe duke qenë se nisesh me këtë lloj ideje, kur ti futesh edhe merr energji të keqe, dhe gjithë ai shpenzim, se shpenzim kolosal në një festival, po do kurohesh edhe nga veshja dhe kënga, muzika, çdo gjë. Shkon 5.000 euro, jo veshja. Do të thonë janë të gjitha shpenzime që janë thua pse duhet të bëj unë këto? Dhe ndërkohë futi edhe energjinë jo të mirë brenda, për çfarë duhet ta lodh unë veten? Në fund të ditës do përjetoj këtë. S'ka më festivale. Nuk bind më kthimin në festival. Unë bëra këngën e fundit që do e lançoj shumë shpejt. Është këngë shumë e bukur. Nëse do ishte në një festival absolutisht të bënte namin. Edhe turi për shembull ishte me idenë që unë ta fusja në festival. Okej. Në këngë magjike. Po, në këngë magjike. Edhe unë nuk isha, nuk kam atë ndjesinë. Tash unë për të kthyer në festival, tash unë dhe nuk mendoj se do e bëj më festivalin. Nuk do e bëj më festivalin sepse nuk kam energji për ta bërë. Bashkëpunim me turin do bësh? Se tash dhe turi është shkëputur nga muzika fare. Po. E ka lënë dhe ai pas dore. Ndërkohë bënte super hit edhe ai. Si thoshte Turi se e ka thënë nuk dorin ta bëj këngë me mua. Nuk dua. Si është tani e vërteta? Si qëndron e vërtet? Po pse nuk do? Një kujtim për atarën. Po është tjetër gjë për atarën, por nuk na ka ardhur neve. Për shembull Turi ka bërë me çunat një këngë shumë të bukur për fëmijët, që unë nxora pak tek promoja që kisha bërë për podcastin e Turin. Është këngë e jashtëzakonshme. Secili ka dhënë eksperiencën e vet personale të prindërimit në atë këngë, dhe është shumë e ndjerë si këngë. Unë i them gjithkohë nxirr. Produkt 28-a pra. Produkt 28-a. Edhe ka një këngë për fëmijët, kështu që nuk e di nëse do bëhet një këngë për atar. E kam pasur dëshirë, kam pasur qef, po nuk e kam menduar ta bëj me Turin. Do bashkëpunëtor të tjerë. Jo, nuk dua bashkëpunëtor të tjerë për ata. Thjesht nuk e do. Nuk dua bashkëpunëtor të tjerë, por nuk e kam menduar, edhe qesha ai, shpërë nuk do kjo. Ai e merr qeshur gjithkohë edhe nuk më vlerëson mua kjo si këngëtar, kështu që nuk po ndërkohë nuk ka lidhje fare, po mendoj që ndoshta nuk ka ardhur momenti, ndoshta nuk është ajo kënga, le të themi që ty të nga materiali s'është goditur. Atë që ti dhe, okay, mund ta bëjmë bashkë këtë material. Është diçka që mund ta kemi me njëri tjetrin. Nuk ka erdhur. Kështu që deri tani unë nuk besoj që do të kemi në një bashkëpunim me njëri tjetrin. Po në film? Në film jo. Ti, do me thënë në rol me Turin, se Turi e vërtetoj që ishte super aktor. Jo, unë s'jam aq i mirë se aktor absolutisht, do me thënë
edhe më ka çudit Toriane në film. Po se nuk e shoh veten si aktore. Okej. Po. E ma kanë propozuar dikur në një film, sepse regjisorët më shohin format ndryshme dhe normalisht si imazh i kam pëlqyer një film një prej regjisorëve shqiptar. Edhe por prap, domethënë që në momentin që shkova në takim e kisha me siklet. nuk më duket sikur e bëj dot, domethënë. Edhe ndoshta e gjykoj veten, paragjykoj veten, por nuk më duket sikur di ta bëj atë. Që prandaj këtyre gjërave që nuk di ti bëj për nuk i futesh fare. Orinda, ne kemi ardhur të përgatitur. Po. Se kemi ardhur te momenti lojrave. Dhe se ne shkruajemi për lojrat. Bën këtë zhurmë. Bën këtë zhurmë kështu dhe di për çfarë kam si? Nuk kryen asnjë funksion. Është kot për Por ne do bëjmë një lojë, pyetje me përgjigje të shpejta. Pra, mendimi i parë që ty të vjen kur unë të bëj pyetjen, do shtypësh atë dhe do përgjigjesh. Okej. Fillojmë? Je gati? Nuk do të ngacmojsh. Mirë. Okej. Kush është podcasti më i mirë aktualisht? Mia Gazani. Kush është podcasti që më pas se nuk duhet të ishte? Nuk di cilin nga, ka shumë që kam parë, që kam parë jo në kështu, do të thënë që janë të famshëm, nuk janë të famshëm fare, por nuk e di pse i bëjnë, domethënë janë ca që nuk e di pse i bëjnë. I bëjnë kot për qef. Puna jote më e paguar. Podcastin. Rroga më e ulët që ke marrë në televizion. Viti parë kur kam qenë me Nextin. Sa ka qenë shifra e kujton? 80.000 lekë. Të reja. Okej. Nuk pas ka qenë shumë e ulët për ato vite. Sendi më i shtrenjtë që ti zotëron në garderobën tënde. Në garderob? Po. Veshje, aksesor, këpucë. Aksesor ndoshta, do të thënë që mund të kem në një varste, le të themi që është unaza e martesës. Edhe unaza e martesës dhe fejesës është send me vlerë, po më duket se është me shtrenjtë është varsja që kanë për atarën, domethënë. Sa kushton apo nuk e mban? Po se di se ka qenë dhuratë, po më duket se është më e shtrenjtë. Fjala e parë që thua kur bëhesh me nerva. Kafsh ndoshta. Kafsh. Njeriu që të inspiron më shumë në televizionet shqiptare. Asnjë, nuk ke një kështu një idol, idol. Asnjëherë s'kam pas. Okej. Arsyeja për të cilën Orinda mund të mos të flas më kurrë. Gënjeshtra është që një më mitron ditë themelet normalisht, por unë nuk kam shumë pritshmëri nga njerëzit. Okej. Do të thënë jam shumë e qetë në këtë pikë, edhe kam një lloj muri mbrojtës që shpesh Toriani mua më thotë që pse e ke, domethënë pse e ke këtë, domethënë njerëzit se nuk i lejon njerëzit fare të afrohen, të shkojnë më tej me ty. Ndoshta se kam përjetuar disa gjëra. Jo shumë, s'kam provuar shumë, qoftë edhe një më ka mjaftuar që të jem shumë mbrojtëse karshi vetes time, kështu që por kjo ka qenë pak a shumë, do të thënë thyerja e besimit. Kur nuk të zë gjumi natën, çfarë bën? Kur nuk më zy gjumi natën, lutem. Tipari ose pjesa që të pëlqen më shumë tek vetja jote, nga ana fizike flasim gjithmonë. Po sy. I ke të bukur. Edhe pyetja e fundit. Debatoj më shpesh me Vjerën për maman e Torianit. Unë me mamin e Turit nuk debatoj për ndonjë gjë, nuk di, domethënë nuk mbaj mend herën e fundit kur mund të kem shkëmbyer në një, po shumë mërzi jo njerë. Edhe nuk ka bërë vaki. Por unë jam shumë e kujdesshme dhe kur do të thënë mund të më ke ndodhur ndoshta në të gjithë jetën tonë një herë. Edhe unë jam shumë e kujdesshme të kërkoj falje. Edhe nëse s'kam gabim,
me të them nëse unë të kam mërzitur, nëse të kam lënduar, të kërkoj shumë ndjes, tregoj se si jam ndjerë unë shpirtërisht në atë moment, dhe ne I kemi pas gjithmonë marrëdhënie shumë të hapura me njëra tjetrën. Ajo më ka besuar mua në çdo gjë, edhe në pjesën e prindërimit, është shumë e sigurt që unë di t'i bëj të gjitha. Është që unë harroj të marr në telefon. Tu që kemi sënë dhe unë. Edhe thot për shembull kur s'kemi fal 2 ditë rresht, thotë që s'ke marr. Më mbeti çiku mërzita. Tashëm po ti e di që unë kam qenë në E di. E kujton takimin tuaj të parë Orinda? Në ritëm po, e kujton. Çfarë kishe veshur një herë se është kjo frika, u bubu, do takoj Vjerën tani. Çfarë të vesh është gjëja e parë? Fustan kam pas veshur. Kam pas veshur një fustan të lirshëm fara, me ngjyra ka qenë, se mu vdes për ngjyrat. Edhe ika atje dhe si ishte ai reagimi? Kemi qenë te shtëpia Turit. Okej. Ajo po na priste atje, I kishte thënë Turit që sot do të sjell Orindën. Ajo ishte fut shumë në siklet. Shumë. Edhe Kishte gatuar, kishte bërë. Po, bërë. edhe e tregon akoma sot se ai dita atë situatën, më thënë, dhe një gjë tjetër që ndodhi atë natë është kur të gjithë ishim ulur për të ngrënë dhe këto qeshin sa herë, që e kujtojnë është hëngrën shpejt të gjithë u çuan. Edhe unë ngelen tavolinë. Edhe se unë ne në shtëpinë tonë nuk kemi mësuar asnjëherë çohemi nga tavolina, ne rrim të gjithë derisa mbaroi fundit, po. Edhe shtëpi e rëndësishme, rrin gjithë në tavolinë. Edhe e pash një herë kështu. Dita tha, po ulem unë me të tha. E tha, po, edhe shumë, e pash të me që pa të ti këtë. Rri shumë tavolinë të tha. Ha me avash Ata I kishte marrë uria mbase. Po, si u qoka nga tavolina kur s'ka marrë tjetëri. Ja, s'pres ka shumë, dhe këtë kujtojmë gjithmonë me humor, sepse më mbrapa filluan të mësonin të gjithë hanin dhe më pak më avash, edhe më të mos I paske futur, I paske mësuar për të mbarove njërën loj, po lojën e kostiamit. Kemi lojën tjetër që është pak lojë edhe më personale. Pyetja e parë. Kush është më organizuar në shtëpi, ti apo Turi? Kush mërzitet më shpejt, ti apo Turi? Kush e nisi debati pari? Turi? Po, sepse unë më nisë mërzin, unë jam tip që mbyllem shumë në vetvete, e kam shumë të vështirë shpërthimin, edhe ai është që do e nisi debatin, ta çoj deri në fund, madje edhe kur ti lodhesh to kur ta mbyll. Ja, deri në fund ta marrësh vesh mirë këtë muhabet. Kush ankohet më shumë? Turiani. Kush ka ego më të madhe? Turiani, absolutisht. Kush harron më shpesh çelcat apo portofolin në shtëpi? Asnjë. Kush është më I rrept gjatë punës? Ata them Turiani më mirë. Po si të do? Jo, unë jam shumë strikte, po unë bëj shumë punë vetë, edhe prandaj nuk është se nuk kam kujt I përplasem fare. Kush është më kritik nga ju të dy? Unë. Kush është më romantik mes ju të dysh? Turiani. Kush është më xheloz, ti apo Turi? Unë. Kush është më I përpikt me oraret? Turiani. Është I frikshëm? Është I frikshëm. Dhe pyetja e fundit, kush ka thënë I pari të dua, ti apo Turi? Unë. Orinda. Me shkatë të Orinda. Orinda, po momentin që Turiani të ka dhënë unazën. Si e kujton atë moment? Kemi qenë është e fortë kjo puna unazës. Të them, kur Turiani kishte ndërmend të propozonte herën e parë. Ai ka qenë madje viti I vështirë. Ai kishte ndërmend të propozonte ndërkohë, po ka qenë viti I vështirë për ne. Është ai momenti që duhet të ndash, o do jesh gjithë jetën bashkë, o do ndahen rrugët. Ai ke këpucët tamam për të ashu apo jo. I ke të mbushura si duhet apo jo. Edhe kur shkoj, unë do shkonim një fundjavë me prindrit e mi në pushime në jug.
Edhe më thot në atë kohë jetoja te shtëpia e Turianit, ishte viti që ne sapo ishim bashkë dhe që i kishim ndarë me shtëpinë, domethënë, dhe jetoja shumë shpesh te shtëpia që ku ishte edhe mami Turit, ishte edhe Elja. Edhe më thot Turi, mi bëjnë çik rrobat gati, edhe se s'kam kohë të vinë në shtëpi dhe nisemi direkt, hajde më merr nga Tringu, tham. Okej. Filloi unë bëj gjërat gati, hap sirtarin. Shefunazën? Mi Orinda dhe këtë, se ka thënë Turiani që ti zbulon surprizat, po dhe këtë të unazës mi. Po të qonë zoti. E qonë zoti, s'ka fa. Unazën ma solli zoti. E hapa nuk më pëlqeu fare. Nuk pëlqeu unazën që kishte zgjedhur Turi? Si ishte? Qa forme kishte? Prit do t'ja opcion. E ke? E ke ruaj? Po si mos ta ruaj? Ne kam pa tjetër. Wow! Ishte kjo. Kjo është unaza e parë. Do me thënë, ty nuk të pëlqeu, thet. Nuk të pëlqeu? Ishte e tmerrshme. Edhe e marr, edhe mira të, po kisha harruar dhe çmimin e unazës aty brenda. Sa kushtonte? Kushtonte shumë? Kushtonte, goxha kushtonte. Edhe prandaj aty më nervozoj më tepër nga çmimi. Do me thënë, ka harxuar kaq shumë lek për një gjë që s'të pëlqeu. Ja the. Në atë moment nuk nuk ja ja ndajta, the. të vetëm person që ja thash në atë moment, ja thash motrës, e mora në telefon, e veta, ajo kështë, po çpate, mi tha çpate. Një i thash, po ç'është kjo mi Zilma, i thash, unë që sa shumë tu ç'është. Ta i dërgo Flori Barn. Po mos flita shumë se s'është shumë tuar se lula është antike. Ua, sa ajo përpiqet të më Që antike mi thash, ç'është kjo, i thash. Po ç'se vogël është dhe rjesh, i thash, ç'se vogël. Ti shikoj dhe gurin që ishte i vogël. Ç'është diamant kështu, i thash, ç'është diamant kështu. Po diamant mi është atë çka ka pa. Jo, është skandal, i thash. Si ti them po, unë këtë me këtë. Ishte dhe viti i vështirë ndërkohë. Kupton, u bën Ishte i shtys zona. dy mendime në mendjen e Orindës. Gjithsesi tha, fute brenda tani ata aty, tha. Në atë vit do shkonim në një pushim 2 javore në Spanjë, që kishim bërë gjithë turneon e Andaluzis. Edhe aty i kishte planifikuar ai që do e jepte unazën. Edhe i them, si futa tani unaza, më thot, mua bëj si kur tash, i tha, mos hap kraun, ta që tuar që petha, nuk ka kuptim ta kjo gjëja. Edhe tha, po s'pëlqeu, tha, ndroje rrugës, tha, merre një herë, tha, pastaj ndro rrugës. Po njëherë po. Po njëherë po. Të linte ty mola nga brenda? Po linte, edhe ria, ai se i kam në Spanjë, ai nuk e mori unazën me vete. E harroj? Jo, thjesht nuk e mori. Nuk e more. Pra propozimi nuk erdhi atëherë kur ti e mendove. Pas disa kohësh, kjo unaza vazhdon të qëndronte tek Sirtari i këtij. E tash, shumë ç'kjo punë kështu. Unë pres propozimin Dhe merr turma jemi. Kë, i thamë, Turani thash, po, thamë, ishte në telefon. Se s'të kam thënë, i thash unë. Mos ke gjë ai unazë. Kur do më propozosh? Kam gjetur një gjë, i thash unë, te Sirtari. Qa tha? E pa, e dyre. Kapi. Edhe tha, kam gjetur një unazë, i thash unë. Edhe, ha, tha dhe? Po, e kujtë është, e mamit të. E shumë, e mamit, e shumë, kujtë, po ja fu të këtoj, të shumë e mamit. Aty filloj sherrë. Qa them unë, ty tash, ta ti gërmon, tha dhe aty ku s'duhet gërmosh ta. Po si më gërmova, i tashun, ti më të shko më merë veshjet, i tashun, si gërmova, i tashun, kush gërmova, i tashun. Vetë më the. I vetë, i tashun, shko më merë bluzën. Po, shpun kishe ti aty, ta. Unë si kisha bluzën aty, po kishe kanë atjerë, i tashun. Shike këto, tha, shkon, gërmon, tha, e prisha, ta, e prisha. Nëse i tashun, nuk më pëlqeu, na. Ja, he, Po, ja, tash, nuk më pëlqeu. Si ishte reagimi? Qa të tha?
Nuk të pëlqeu? Atëherë mbaje në gishta, nuk është ky propozimi, ta mbaje në gishta, s'ka problem, ata gëzosh unazën. Ua, sa i pre. Pra, nuk pat propozime atë ona. Jo, nuk ul në gjojë. Nuk ul në gjojë me atë unazë. E lumtur ti, besoj. Po, mbaj atë unazë, jo që dua unë unazë, më bëj edhe kështu. Jo, ti mbaj, ta mbash se ka bërë gjithë ato lekë, ta mbash. E ke vendosur faktën se gjëna? E ka vendosur, po e rregullova me dy unaza të tjera, i bëra një dekor tjetër prapë me diamant, po ja bëra ndryshe. Edhe ta shif mbajë ta, se jotja është, po s'është ai propozimi, ta kesh parasysh ta që s'është unaza feje. Mos gërmo më. Mos gërmo. Mos gërmo më. Ai tu e çu si për kavatë, ai tu hap grop me leopard. Me grop veç mos. Të e vut brenda. Dhe si ndodhi propozimi i vërtet? Ka qenë propozimi i vërtet ka qenë kur unë bëra 30 vjeç, ishim në një fundjavë në Rom. Festoja ditëlindjen, e ndjeja që ai do e bënte. E ndjeja. Ndjeje. Po e ndjeja se nuk gërmove. Se tash lërë fare. Pata një dyshim se ky kërkoi Marcelën për një gjë. Domethënë dhe i pash ishim bashkë tash. Marcelën e Geraldinën, dekori, e bëre lidhjen ti. Po e dinte jo s'ishte vetëm dekori, se sa i zbëri asgjë me dekor, por e donte që ti zgjidhte unazën, që ti ishte e sigurt që po ja zgjidhte tamam. Bravo tu. Edhe kështu që ta smerrem me ato, po tash i tha Marcela, tha, hajde ta gjejmë bashkë, tha se nuk merrem, s'më pëlqen, s'më bën, tash i tha. Okej, edhe me Marcelën se e kishte shkuar e kishte zgjetur. Dhe në 5 shkurt, ne ishim që në 4 shkurt në Rom, dhe hëngrëm një darkë të fundim Gjepalit të restorantit në Rom. Në edhe tha, ikim tani, ta shkojmë pim në një gotë, që edhe presim ditën tënde, tha, presim në një gotë në një lokal. Marrim taksinë, taksia në mbajti aq, më dhe ishte po më vinte ditëlindja në taksi. Po të vinte 12 aty. Që ta bënte një propozim në orën 12. Dhe në ato, se the në momentin që ne ndalojmë të pjasa Lipopolo me taksi, i thot taksistit, lekët ai s'po i kthej të kusuroj, nuk ka problem, dil për jashtë, dil Lorinda, dil. Dhe në atë moment do tash mas, kur ky ishte aq shumë aq i agituar, mos ky ishte tash do ulet në gjojnë tash. Si qa do bëj unë? Me erë bisiklet aty shumë. Kishte njerëz? Po dëgjoj, po kishte shumë njerëz. Ishte ora 12, po prap kishte shumë njerëz. E lidhe shumë mos ul. Ori, në përse? Mori, ta bëj tamam. Mos ul, të lutem, mos ul. Tash. Po më larg, ta bëj tamam. Mos ul. Po ti po lejt. Ishte isha kështu. Po më larg, ta bëj një propozim apo në vitër. Maja, s'ka që, tash Maja, po. Po ne kemi vendos për të partu me 27 korrikti më përuzon mua për 30 vjetorit, tash. Po si mis më leta bëja në, nuk e ti, tash, më fut një sikletit, tash, që nuk. Dhe një dëshirë për 2026 nga ne. Thuaj turit për një film tjetër. Mund ta bësh këtë? Virgjia, turit pa e bërë një film tjetër. Perdi, pas ka thot. Është duke bërë Kazermën 2 apo është duke bërë një film të ri komplet? Tjetër komplet, domethënë, por që besoj që lidhja e turit me kineman do të zgjas. Është një gjë që do të zgjas. Besoj që ai ka marrë knajsi nga kjo që bëri. Orinda, shumë faleminderit. Gëzuar festat e fundit. Gëzuar festat që shumë knajsi ne. Mezi po presim edhe këngën që ti the që do të lançosh filmin e turit dhe gjithçka tjetër. Mos e vonosh shumë, se e kam vonuar vetëm për Turianit. Është në plan për të nxjerrë në fund të nëntorit. Dhe e kam shtyrë çdo gjë vetëm prej filmit të Turianit. Se edhe mam në kuzhinë do ishte këtë vit, po ushtyr për vitin. Gruaja ideale. Jo, sa me fatje more Turian. Bëjnë kalkulime, bëjnë parashpeshim. Shumë faleminderit, Orinda, ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit e gjithë ju që na ndoqët, ne u kënaqëm shumë.
Shumë bukur që keni kënaqur. Jemi Ndërkohë që unë kënaqur, bredh bredhi në fshatra. Unë në fshatra. Ne në përshpi vipash, e paton. Jeta nuk është drejt. E bëni çfarë të Kur u ndan këto nara? Ti do të bridhje patos, të merret ta pjetën. Ne vajtëm atje me bred, me oxhak, me biskota, me kakao. Me tëra të mira. Ky është episodi i fundit për këtë vit i WTF Show, por ne do rikthehemi në 2 janar me një episod special. Ne të tre siç nuk na keni parë kur më parë. Dhe jo, ai nuk do të thotë që jemi të zhveshur. Jo, nuk kemi të zhveshur, po e nisëm me urimin e Krishtlindjeve, le ta mbyllim me një urim për vitin e ri. Ti kemi lënë të tëra të këqija të mbrapa dhe të na vi një vit sa më i mbar. Të gjithë liga, të gjithë njerëzit e këshinj. Pa. Kështu që Dhe ne Ju që s'keni gjetur dashurinë, uroj ta gjeni dashurinë. Faleminderit, Ju që dëshironi më shumë lek. Isha ai keni ato lekë, tani ku di unë. Ne do të shihemi bashkë të premte në orën 8, sepse për çdo gjë ne themi what